Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në Radio Televizionin Shqiptar, mirë se jemi takuar së bashku në Parafest si çdo të diel. Kam marrë një lumë komentesh pozitive për sa i përket Parafestit dhe jam falenderuese dhe mirënjohëse thellësisht. Po e bëjmë këtë program me një dashuri shumë të madhe për të përcjell vlera në fundit në ekranet shqiptare, duke rikujtuar muzikën e vërtet, duke rikujtuar festivalin dhe historinë e tij. Do doja që takimin e sotëm ne ta nisnim duke kujtuar një diva të muzikës shqiptare. Sigurisht është një titull që nuk e mbajnë dot të gjithë. Megjithatë, ajo e ka merituar në çdo dalje skenike të saj, përmes zërit të rrallë, përmes ëmbëlsisë me cilën bëri të flas një Shqipëri e tërë, përmes shijes së saj të hollë. A do të kujtohet gjithmonë si ikona Parashevi Simaku. Këndoj vetërimi, këngën time ta kushtoj. Ishin vitet 80. Ikonat të muzikës së lehtë popullore lulësuan. Ndërto u shqua dhe një vajzë e vogël nga Kavaja që do të shndërrohej në yllin më të madh të skenës së atyre viteve. Zëri brillant i Parashevi Simakut, stili i saj në çdo paraqitje skenike dhe ëmbëlsia e çdo performance do ta bënin të paharrueshëm emrin e saj. Ajo lindi në 1 shtator të 1966 dhe që në vogëli aspironte skena të mëdha, ku edhe do të ngjitej pas pak vitesh. Talentin e saj e zbuluan kompozitor të talentuar nëpërmjet bashkëpunimit me të në realizimin e muzikës së lehtë dhe muzikës popullore të Shqipërisë së Mesme, që Parashevi Simaku e dëshironte aq shumë. Po qaj natë, po qaj Këndoi në koncertin e pranverës, ndërsa në moshën 17 vjeçare hodhi hapat për një tjetër rrugtim. Mori pjesë për herë të parë në festivalin e këngës. Do të ishte kompozimi i Vladimir Kotanit në moshën e rinisë, që në vitin 1985 do ta shpallte fituese për të parën herë Parashevi Simaku në këtë festival. Artistja e madhe u rikthye përsëri në skenë në edicionin e 27, duke u vlerësuar sërish me çmimin e parë. Ishte E dua mblumturin, kënga që mbeti një himn i përjetshëm i dashurisë së nënës. Mos lëndoni nëna, syrin e pagjum, të gjitha do i dhuroja, kaj të lumtur ti shikoja, dhe këtijet në gjithë globin, anë bë. Zëri saj unik u vlerësua nga juria për cilësi të larta interpretative, por dhe nga publiku i gjerë që e deshi aq shumë. Por në vitet 90, Parashevia ndërrimtare nis një tjetër kapitull në jetën e saj, emigron për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju këtu keni ndërruar Amerikën, po unë vërtet nga zemra ta them që kam ndërruar shumë të jem këtu në Shqipëri, siç jam sonte. Ndërsa për herë të fundit u kthye si e ftuar speciale në festivalin e vitit 1996 me një interpretim të ndjerë. Të flë dhe mendohem për ty nëna, sytë e mi me lot janë mbushur atje larg. Parashevi Simaku, ylli i viteve 80, do të kujtohet gjithmonë për portretin e saj të ëmbël dhe zërin brillant. Dhe sytë e tu që ti shoh. Ishte ky inserti i përgatitur për ikonën Parashevi Simaku, ashtu siç tregoi diçka më shumë për jetën e saj, mbi të gjitha u ndal në karrierën e Parashevi Simakut. Të shohim nëse do të luajmë edhe për të sot përgjatë Parafestit, ndërkohë do doja menjëherë të mirëprisja të ftuarit e mi të kësaj mbrëmje, dhe sigurisht i falenderoja që janë me mua në këtë episod të radhës të Parafest për të luajtur në lidhje me këngët e festivalit. Do t'ja nis menjëherë nga prezantimi i të parës. Ndryshe nga herët e tjera, në studion time ndodhet një stol
rol. Zakonisht të ftuarit e mi nuk lejohet të ulen, por për të bëm një përjashtim dhe falenderoj nga zemra që ka ardhur në këto ditë shumë të veçanta për të. Ajo është një këngëtare, ka qenë edhe pjesëmarrëse në festivalin e fundvitit dhe unë kam shumë kënaqësi që sot të mirëpres pranë meje Gjiliola Haverikun. Gjigji, sa e bukur. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Mirë se ju gjeta. Mirë se na gjetët tama. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit për ftesën. Në ditët e fundit të Shtatzanit, apo ke hyrë në muajin e fundit? Po, i muajin e fundit le muajin e fundit. Mos pravim panik, mos bëjmë ne 4 orë këtu. Jo, akoma, jo. Gjigji, çfarë raporti ke ti me festivalin e fundvitit? Festivali. Unë kam qenë pjesë e festivalit kur u bë ko pandemia, që u bë në shesht të Duhet hapur. ke qenë 2020. Po, atëherë kur ishe shumë vap. Më kënduam në -3 gradë Celsius, kështu që ishe komplet si eksperiencë e parë, duhet të thënë ishe dhe sprove madhe. Edhe kam kujtim të mirë. Do merja pjesë këtë ditë për ndodhi i gjë. Edhe në angeli. Megjithatë ja ku kemi në një formë apo në një tjetër për pjesë të festivalit. Faleminderit shumë që je me mua. Gjigji, ti je akrep në horoskop, edhe akrepat thonë që s'të falin fare, o fitore o asgjë. Jemi të pamëshirshëm. Faleminderit shumë, mund të pozicionohesh, mund të ulesh sigurisht për të prezantuar unë edhe të ftuarën e konkurrente. Në fakt do të jetë ajo me Gjiliolën dhe me gjithë grupin e Gjiliolës. Është një nga ato personazhe që unë kam kënaqësi ta ftoj në çdo program televiziv që unë do të realizoj, sepse është me të vërtetë një nga ato figura që ditë përcjell vlera shumë të mira. Do ta konsideroja një aktiviste fantastike për të drejtat e njeriut dhe një zë i fuqishëm sa herë që ka grupe, le të themi, vulnerable, sidomos gratë dhe vajzat. Mirëpres në studion time, Edlira Çepani. Faleminderit shumë, Edlir, që je me mua. Faleminderit shumë. Mirë se të gjej. Sigurisht ti je shumë më shumë se sa çfarë të prezantova unë, megjithatë mua më pëlqen gjithmonë të të asocioj me zërin e fuqishëm të grupeve që ka nevojë të dëgjohet zëri i tyre. Shumë faleminderit, është në fakt ajo thirrja ime kryesore. Gjithë të tjerat që bëj janë kundrejt asaj. Kështu që shumë faleminderit për ftesën, edhe është një moment i veçantë ky. Unë të thash kur më ftove që unë nuk kam shumë memorje lidhje me muzikën, po do mundohem fort sot që ta fitojmë këtë garë. Do luajmë bukur. Megjithatë, Edlir, unë të ndjek goxha edhe në rrjetet sociale dhe e kam parë që ti ke qenë aktive në për destinacione të ndryshme, bashkë edhe me Flori Binaj apo jo dhe me Adriatik Lapaj. Çfarë janë këto, le të themi, aktivitete që ju organizoni? Kjo është një lëvizje e cila është krijuar për t'i dhënë pak më shumë zë demokratizimit të vendit. Është një lëvizje e cila ngulmon që të realizohen 4 pika të ndryshme që kanë lidhje me fuqizimin e zërit qytetarëve, siç janë ligji për referendumet, vota e diasporës. Tjetra ka lidhje me mënyrën se si zgjidhen përfaqësuesit tanë, qoftë në parlament, qoftë në këshilla bashkiak. Ne duam që të kemi sa më shumë zë të qytetarit edhe t'i zgjedhim nëpërmjet listave të hapura, depolitizimi i administratës. Pra është një lëvizje e cila kërkon disa rregullime që qytetarët kenë më shumë zë, edhe votat ketë më shumë vlerë. Ne shqiptarët gjithmonë kemi qenë me halle plot, le ta themi. Megjithatë nuk kemi harruar asnjëherë të bëjmë qef. Kështu që sot Edlira të kërkoj ti, ndoshta ti zhveshim ato, le të themi, aspekte teknike. Dhe sot të gëzojmë të gjithë së bashku këtu në Parafest. Si gjithmonë bashkë, edhe si gjithmonë muzika është ajo që i bashkon njerëzit. Faleminderit shumë që je me mua, të ftoj të akomodohesh për të mirëpritur dhe aktoren e humorit. Ore, om ka lodhur ky personazh, o ç'ju them, sa herë ka marrë në telefon. Do më vish këtë javë, jo po se këtë javë s'munde. Po zgjojmë në mëngjes, tash ta di më motër hallin se 4 vjet jam zgjuar për të bërë një program mëngjesi. Megjithatë e shohim në një rol fantastik, jo vetëm si aktore, por edhe si moderatore së fundmi, vjen Cubi Metkaj. Mirë se të gjej. Pas ka qenë rrezikshme ke qenë, nuk e prisja prej teje, zoti ma. Cubi, si po të duket ty zini i mëngjesit? I të mërshëm. Pse të bëj kështu lejle lule, do më thonë, jo me farë, është të mërshme, po gjithsesi vazhdoj të bëj humor. Që në 7 mëngjesit, e kupton? Po sa do bëjmë humor, apo do luajmë fuqishëm për të fituar? Shiko, Ariol, unë kam një marrëdhënie shumë të ngushtë me festivalin e këngës, e them sot për herë të parë. Një marrëdhënie që nuk po tallesh. E kam parë gjithmonë hat nga televizori. Je një ndjekse ndoshta e festivalit se këngët mbeten, janë ato që na shoqërojnë me vite. Për shembull, kush këngë të kujtohet nga fëmijëria jote që ka qenë pjesë e festivalit?
Francesc Radi me Mariza Ekonomen. E bukur, shumë telefonat zemra. Po, e kam kënduar e vogël. Ti ishe Mariza. Dhe që plas me ty, o papi. Ti gjithë fëmijët kemi që donim të asocioni veten përmes ekranit. Bukur shumë, atëherë të ftoj të akomodohesh bashkë edhe me Xhiliolën. Cupi, faleminderit që je me mua. Dhe unë prezantoj me njëherë të ftuarin e radhës. Ai është nga grupi i Edlirës, është në fakt konkurent këtë vit në festival dhe unë kam shumë kënaqësi që ta cilësoj jo vetëm një artist shumë të mirë me një zë shumë të veçantë, por edhe një mik timin shumë të mirë. Vjen në studio Sergio Hajdini. Sergio! Mirë se erdhe. Këtë vit konkurent në festival. Nuk është ama pjesëmarrja jote e parë në këtë festival, apo? Ja, është e treta në fakt. E treta e vërteta, mbas. Rikthesh përsëri në festival. Çfarë përfaqëson ky festival për ty? A ka një domethënie specifike apo është si një skenë ku ti mund të, le të themi, shfaqesh pak nga muzika jote? Po mendoj, festivali është histori për gjithë shqiptarët, as më tepër për një artist apo për një këngëtar si unë në këtë rast, kështu që mendoj ka një peshë shumë të madhe dhe jam duke u përgatitur mirë për këtë vit, kështu që. Ka emocione artisti kur ngjitet në skenë pas kaq shumë vitesh, u bën shumë daljet tua televizive? Po sigurisht ka emocione, por rëndësishme është që të jenë emocione pozitive, kështu që gjithmonë ka emocione, domethënë për këtë vit kam akoma më tepër emocione sepse janë edhe disa elemente tjerë që nuk do t'i zbuloj. Okej, po që do t'i zbulojmë dal nga dalë në netët finalet të këtij festivali. Kënga titullohet? Kënga titullohet Uragan. Uragan, më pëlqen shumë nga titulli. Faleminderit. Faleminderit shumë dhe ti akrep apo jo Sergio në horoskop, kështu që kemi luftë me sa shoh. Sergio të ftoj të bashkohesh me Edlirën për të prezantuar edhe të ftuarin e fundit nga grupi i Cubit dhe Xhiliolës. Oj vajza do ju sjell një djalë, po çfarë djali? Se për një djalë po presim. E keni plot e për plot me informacione për festivali. E keni konkurent këtë vit në festival. Po të bukurin e dheut, po të talentuarin e dheut. Ska informacione për që dhe i bukur. Nuk shkojnë bukur diskriminim komplet. Atëherë unë po prezantoj me njerë kam kënaqësinë që në studion time nuk do t'i thoja këngëtar, do t'i thoja artist, vjen Sardi Strugaj. Sardi, mirë se erdhe. Faleminderit që je me ne. Faleminderit për ftesën. Në prag, në fakt, të fillimit të festivalit, është pjesëmarrja jote e dytë në festival. Po. Në fakt, herën e parë që ke marrë pjesë ka qenë viti bashkë me Xhiliolën në 2020 dhe ti ke dalë në vend të dytë, apo jo? Po, mund ta themi që kam dalë në vend të dytë, po s'ngelet ajo gjëja kryesore e memorjes time nga ai festival. Pjesa më e bukur është temperaturat e ftohta, jo. Sfida, vërtet, sfida që ishte, realizimi e festivalit, sepse bëhej fjalë atë vit që edhe mund të ndalonte për herë të parë festivali, po fakti që u zhvillua edhe në atë kushte edhe në pandemi, e bëri shumë bukur edhe pjesëmarrjen tonë dhe na la një kujtim shumë bukur që ne jemi ata ushtarët që e mbajtëm gjallë festivalin. Ndërsa këtë vit, çfarë mendove kur the do vi me një këngë në festival? Ishte thjesht dëshire jotja për të qenë përsëri pjesë e këtij në fund ditës kompeticioni? Njësoj si vitin e parë, kur kam edhe vitin e parë që kam marrë pjesë, në momentin që kam dëgjuar këngën, ka qenë thirrja e brendshme që ishte fiks për skenën e festivalit. E njëjta gjë ka ndodhur edhe si vjet me këngën që kam si vjet, që quhet Boshatisur. Ka qenë kjo thirrja e brendshme për të marrë pjesë në festival dhe kjo është Ama Sardi, ti ndihesh plot apo bosh? Çfarë pyetje i bën dhe ti Ariola? A je gjetët ma bësh këtë? Derisa të shkoj aty jam bosh. Shkoj aty pastaj siç na shef jemi plot. Jemi plot e për plot. Sardi. Jemi katër aty. Jemi katër. Po pra, është pa drejt loja ta mendoni, ka informacione. Po mundohesh ta marrë për vete këtë informacion. Sardi, shkoj ta akomodohesh. Do të shojmë edhe se çfarë emri do t'i vendos si Xhiliola Cubi edhe starti grupit të tyre, por jo më parë se sa të prezantoj. Jo më parë se sa të prezantoj edhe të ftuarin e fundit. Ai është një aktor në ngjitje në fakt të karrierës së tij dhe unë jam shumë e lumtur që sa herë takoj më thot, o zot sa i lodhur jam, kam kaq shumë projekte, jam kaq shumë i zën. Jam shumë e lumtur që ai është kaq shumë i zën në fillimet e karrierës së tij, për të ecur shumë lart jam e bindur. Vjen në studion time Giuliano Brisco. Giulio. Absolutisht një nga djemtë më të bukur
bukur që kemi neve këtu në Shqipëri, jo vetëm si aktor, po kudo ku ka kështu ekrane, ku shfaqen njerëz dhe tjerë. Je shumë simpatik dhe besoj kjo gjë të ndihmon edhe në karrierën tënde. Tani bëra mirë që thash sa herë të takoj, ti më thua jam shumë i zënë, shumë i ngarkuar. Shumë punë, do me thënë që shqyqyr që më ftove ti këtu që të dal pak nga... Pavarësisht edhe këtu është një skenë pak ndryshe. Është ndryshe, është e vërtet. Ka patur shumë në fakt për gjatë viteve ky festival prezantues që kanë qenë në profesionin e tyre aktor. Do ta aspiroje prezantimin e festivalit? Pse jo? E kam menduar edhe kur kam qenë i vogël. Okej. Do të thënë festivali që kam qenë koshient, që kam parë, ka qenë kënga kur ka fituar Anjeza Shainin Mos Gaboj. 2000, sa vjeç je ti mordial? 2003 ka qenë Anjeza. Jam shumë i vogël. Po shqyr, ke përqiuar përpara. Atë e mban mend si performancë këngën e Anjezës? Po, më kujtohet edhe mendoja, po sikur për shembull të prezantohet. Si dihet, asnjëherë. Urojmë shumë që ti të arrish vërtet të prezantosh një ditë festivalin e Fundvitit. Pse jo bashkë me mua. Falenderoj shumë Xhulio që je me mua në këtë mbrëmje. Ne jemi gati t'ja nisim dhe do t'ja nisim në fakt me një nga elementet që unë e dua shumë, sepse personazhet tanë ne i shohim edhe si kanë qenë fëmijë. Do të shohim dal nga dal se kush janë personazhet fëmijë dhe do të gjejmë se kush është kush. Regjia do të më ndihmojë në këto çaste me foton e parë. Ja tek e kemi. Kush është ky fëmijë? Cubi, kush mendon që është ky fëmijë? Ky që nga goxha bjond. Pra ti mendon që është djalë? Po. Okej. Edlira? Peta. Jo më është gocë. Është vajzë, thot Edlira. Ore, kush është me vërtet? Nëse është gocë, është Edlira, nëse është djalë. Sardi. Sardi jeti? Yes. Sardi? Sardi u abit kur e pa vetën. Është foto me ngjyra, kështu do të jetë viteve mbas 2000 ose 95. I këtyre të rinjve. Giuliano Brisku, ja ku e kemi foton e Giulio, t'ju vëmi shumë i lezetshëm, Giulio. Shumë i lezetshëm. Në një moshë fare teshme, duhet të kesh qenë me muaj këtu. Po, në fakt ajo fotografi ka një histori që unë e kam prerë, për fat të keq, aty kam qenë shumë i vogël dhe i kam pasur të dyja këmbët në Allçi dhe kam qenë këmbë hapur. Një problem, nuk e di nga... Në atë periudhë ke pasur. Po, dhe kam qenë me dyja këmbët të hapura, por kam dali qeshur, si duket edhe nga dhimbja, prap se kupton se fëmija. Shkojmë tek fotoja e dytë dhe zbulojmë personazhin e radhës. Ja tek e kemi. Sergio, thot Gjigji. Pianist. O Sergio, Sardi. Sardi nuk i bie pianos. Po mirë, Sergio, bre. Nëse e kam parë këtë foto, prandaj. E ke parë, është e vërtetë, është Sergio Ajdini që na e solli këtë foto të fëmijërisë së tij. Sergio, je rritur me pianon, me instrumentat muzikore? Po, kam sjell pikërisht atë foto sepse aty kam bërë sagjon provimin e parë, ka qenë klasë e parë dhe kam pasur shumë emocione. Këmisha ka qenë e gjyshit, diçka. Normal, ama bukur shumë me stil që në atë periudhë. Shkojmë tek fotoja e tretë edhe zbulojmë së bashku se cili është personazhi i radhës. Gjiliola. Gjiliola? E gjitha kjo torta e tregon më së miri. Gjigji? Po, duke se unë jam foto, ti je sigurisht. Po, unë jam 3 vjeqe, gjitha këtë foto në fakt, se para sa dish kam bërë 31 vjeqe, ty kisha bërë 3 vjeqe, ta është torë për torë. Të bësh edhe 100 urimet më të mira për ty. Fëmijë shumë i bukur edhe simpatik. Shohim pak foton e radhës. Edlira, si gjithë shpejt me një nga kaqurelat edhe sytë e tua blu. është pa ngjyra dhe prandaj... Jo, dallojnë ama sytë, dallojnë që janë të edhe 3 veta. Dallojnë sytë që janë të qelët. Tu ke qenë në një moshë fare të vogël, apo jo? Fare vogël, do të kem qenë në Meksik aty në fakt. Se mbaj më të mirë, po është mosha që kam qenë në Meksik. Edhe është pa ngjyra sepse kuptohet që koha ka qenë ajo. Me shkretë derke Skënderbeu i bëni fotot. Shkojmë edhe tek fotoja e radhës, e zbulojmë pak së bashku foton e radhës. Sardi. Ja, për shumë kjo më kujtohet mua, edhe unë me kam qëra fjallat të sheshës Skënderbeu. Me qëra fjallat, tamam, me këto lojrat që... Sardi, edhe ti ke qenë i vogël këtu. Këtu e kishe kuptuar pasionin tënd për muzikën, kishte nisur të... Bluaj diçka brenda teje? Po, kam qenë fiks në moshën që kam pas fillu këto përgatitje e para edhe dëshirën për motorat. Motociklizëm. Këtu kam qenë mos gaboj
5 vjeç, sa po kisha marrë pjesë në 5-6 vjeç, sa po kisha marrë pjesë të Gjeniu i vogël, i parë atëherë, kështu që aty sa po ishte zbuluar. Ishte zbuluar praktikisht. Dhe isha serioz. Dhe isha serioz. Ishe serioz që në atë periudhë. Bukur. Mirë, këta ishin edhe personazhet ta, ndërkohë që ju a prezantuan fëmijë, jemi gati të fusim në këtë konkurrencën edhe garën tonë përmes lojrave. Por jo më parë se sa të ndjekim pak muzikë. Ne përmendëm sot ikonën e muzikës shqiptare Parashevisi Maku dhe do doja në këtë çaste që banda jon me Arsin, Gerin, Kevin dhe Klaus, si dhe Samuel, na luajnë pak nga muzika e Parashevisi Makut. E duam lumturinë. Apo s'është kështu? Bukur, jemi gati të luajmë dhe do të thonë në vitin 2008. Shojmë pak së bashku se çfarë ka ndodhur. A mund të bëj një ndërhyrje se vërtet duke dëgjuar këtë këngën dhe ja vlen ta them që kjo këngë është shumë e bukur, po Arsi e këndon aq bukur dhe Arsi është një ndër zërat më të bukur që ka Shqipëria. Dua ta them. Bravo Arsi. Unë do komplimentoja edhe çunat që me shumicën kam vetë punuar. Jo, ma çunat. Artistët e punë po se Komplimentoja shumë edhe Ariolën. Ata sa do thosha, do i bëja thirrje bandës mos korruptohet, po tani korruptova edhe vetë Marja kësaj historie. Bukur. Më falni sepse harrova, përpara se sa të shkojmë tek inserti 2008, çfarë emri menduat për grupet, se nuk ju pyeta? Ne? Ju po. Bara. Se Gjiliolën e kemi. Unë do bëhe. Këtë të bën. Po, kemi dëgjuar që... Unë do bëj cupi. Kemi dëgjuar. Kujdes me këto lajme se... Se merr dhe në për portale. Ishte shaka, ta sqaroj për publikun. Pati mos e thuaj. Jemi në Se ja servoj hundën brenda. Grupin Barra, ja ku e kemi grupin Barra. Ndërkohë, Edlira, Sergio dhe Giulio, çfarë emri keni menduar? Po ata Barra, po nes Barra apo? me gjejeni tani. Po unë kisha një sugjerim, po nuk e di tani. Ne vendosëm unanimisht, e vendosi Sergio. Me që titulli këngës time festivalesh Uragan, ne tre mendojmë se jemi Sa Uragan. bukur, ju s'po e mbani boshatisur, se s'është mirë. Jeni plot. Jo, po Jemi shumë plot. Ne në pyesim për Barra. Do jeni Uragan, të merrni përpara. Atëherë do të luajmë me dy grupet, grupi Barra dhe grupi Uragan. Në vitin 2008 do të thojmë në këto çaste, shohim pak se çfarë ka ndodhur në atë vit.
Viti 2008 do të sillte për të 47-in edicion Festivalin e Këngës, që edhe këtë herë do të mbajë për 3 net në Pallatin e Kongreseve. Mirëmbrëma zonja dhe zotrinj, mirë se keni ardhur në Pallatin e Kongreseve. Elca Lila do të kthehej sërish, këtë herë jo si konkurrente, por në rolin e prezantuese së festivalit. Elca Lila! A mund të bëj një intervistë të shkurtër? Patjetër. Është hera dytë për juve në festival. Si ndjeni? Shënci ka mjeca, si ndjeshti mjeca, shënci ka. Në bashkëprezantime Julian Dedën dhe Gentian Zenelajn, dyshe aktorëve që përsolli shumë të qeshura për publikun. Kuptoje, kape. Bravo! Ja! U kryua një këngë ku është kjo lopa, po e dashuron këtë kaun, po ka një gardh mes, ka konflikt dashurie. Ashtu? Drejtimi artistik ju besua Piro Çakos, regjia Pali Kukes, ndërsa skenari Coloreto Cukalit. A i ke sy të mball apo jo? Po mball. Po të lutem shumë. Ishte këto njerëz që janë veshur bukur, që janë lyer bukur, që janë krehur bukur. Një duart roketi ju lutem. Ishin 20 këngë konkurruese, midis të cilave pati krijime të bukura, balada me tekste të ndjera, të vlerësuara nga një juri e përbërë nga 7 antar. Kundër të tjerë gjejmë emra si Ken Temaliaj, Florent Boshnjaku, Myfaret Elaze apo Eno Koço. Nuk munguan performancat nga të ftuar special, që për këtë edicion do të ishin 2. Kampioni i botës në dansin sportiv Tony Dovolani u rikthye pas 20 vitesh në atë dhe solli pak aromë amerikane në Pallatin e Kongreseve me performancën e tij. Ndërsa i ftuari i dytë ishte Enrico Ruggeri, një këngëtar e tekstshkrues tepër i njohur italian. Nuk e shkuar, nga qondro jam lartuar, kujtimet jam venitur si stuit kur era ka pushuar, në këtë rrugë të gjarë, nga dhjat ka dënar, dikush mendon që të rikthehet dhe një tjetër, dhe Nata finale erdhi me emocionet e fituesit që në vitin pasardhës do të përfaqësonte Shqipërinë në Eurovision në Moskë. Fiton çmimin e parë të edicionit të 47 të këngës në Radio Televizion. Ja, Edlira ishte me telefonin edhe ta gëzuar. Okej. Për publikun, Edlira ishte me telefonin edhe dëgjova Gjigjin që tha Edlira po shen telefon. Në paft Edlira për këtë Shkemi nga vetë për dalë. Ne dyshoj shumë. Shohim pak se cilat janë 10 alternativat për të luajtur së bashku për vendin e tretë, për vendin e dytë dhe për vendin e parë në këtë vit, në vitin 2008. Kujdes, vendi i tretë dhe vendi i dytë vlejnë 30 pikë. Kështu që duhet të veproni me kujdes. Lexojmë pak se cilat janë alternativat, ndërkohë që i shoqërojmë edhe me videon e 2008 së regjia më ndihmon. E nisim një herë, po më prit e ti, Vedat Ademi. E shohim pak së bashku. Do doja që regjat më ndimonte ta shihnim edhe në LED të gjithë videon. Shkojmë tek Nostalgji, kujtim Prodani. Se dashuri e tyre lindin ndër vite, se dashuri e tyre shpirt që nuk viket, o sa do doja t'isha driti dis tyre, sa do doja vërtet. Alternativa e tretë është Kënga Jehon nga grupi West Side Family. A kangoj jo me folk të mane, e me tregu kush ka shkel pito, do tregojnë se kanë gjunë shqiptare, ashtë të vjetra o sa ato. Jam i pari i jetës time, grupi Burn, ja dhe Renis Gjoka që fundon bashkë me vjen të tjerë të grupi Burn. Një grup që vazhdon fakt e të fuqishëm në muzikë, por pa Renisin. Shkojmë tek kënga më merë në ëndër, Casey Tola. Kënga e Era Rusit. Era Rusit do të merrte pjesë në 2008 me këngën Shpirt i humbur.
do të këndonte Shpat Kasapi në atë kohë. Me gjithmonë shumë entuziazëm në skenë. Shkojmë edhe te kënga Një jetë, Juliana Pasha dhe Luiz Deli. Unë nuk e maja më fare në fakt, por në 2008 Luizi pas ka marrë pjesë bashkë me Julianën në një duet. Ata kanë marrë pjesë edhe në një tjetër festival dhe kanë fituar atë festival, por tek festivali i këngës ja tek i kemi të dy së bashku në këtë duet i cili mban titullin Një jetë. Besa Kokzima me këngën Ajër. Dhe zona 0 Soni Malaj. Ishin pra këto alternativat dhe ja ku i ndoqëm edhe 10 nga pjesëmarrësit, ka pas sigurisht shumë se sa kaq, por këto ishin vetëm 10 pjesëmarrësit në vitin 2008 dhe do ta nisim menjëherë me grupin Barra, luajmë për 30 pikë dhe zbulojmë së bashku, ja ku i kemi 10 alternativat, mi nxjerr pak regjia që t'i shoh këtu në LED Wall. Gigi, keni dhe këtej nëse do në t'i shihni? Okej, nga këto 10 alternativa. Ta i pari kemi kohë për shkuar, jemi ke vëndi 3. Ju do luani për vëndin e 3, grupi përballë do të luaj për vëndin e 2. Vëndi 3 në këtë festival. Cili ka qenë? Vëndi 3, ne po i mendonim i qik gjithë, ishim kësho, kjo nuk është, këtë nuk duam të jetë. Të se duam fare, po këtë se ka konkuruar njëherë. Tani, për vëndin e 3 kishim 2 opcione, po që mund do darim në një, që ishte që... Dhe me danë, midis Westside Family dhe Juliana Pasha. Dhe Juliana. Juliana me Luizin, apo? Një vit ka fituar ata. Nja, s'pun t'i themi të treja. Jo, s'mundeni, më duhet madje një vendim i prerë nga të treju. Ka përshtypjen se në vetëm vëndin e 3. Vetëm vëndin e 3. Shpejt se unë nisë uragan. Ajde, shpejt armit e Westside Family. Atëherë, vëndi 3 thoni juve jehon nga grupi Westside Family dhe përgjigja është... Esa! Jo, 30 pikë shkojnë për Barrën, që e nisi mirë, duke mbajtur një barë të mirë pikësh. Le ta dëgjojmë pak këngën jehon nga grupi Westside Family. Folë të mare, e tregu kush ka shkenditora, do tregojnë se kanë qënë shqiptare, a shë vjetra o sato, a këndoje me thonë të fusha, shka e që ka luftu për tora, do tregojnë se kanë qënë shqiptare, e mira vjetu të bespito, këni dhe shumë në gjutu para, dhe kërcasin të kuqasin loa, e që ona e shqiptari, dhe jetë vine të digito, keni dhe shumë në gjutu parat, dhe përsosin të buqasino, dhe që ona e shqiptarin, dhe të bile të dikito. Kënga jehon nga Westside Family ishte një këngë shumë e bukur e cila do të merrte vendin e 3 në këtë festival dhe ndërkohë do të kthehej edhe në një klip me bashkëpunimin e Aurela Gaçës në atë periudhë. Por cili është vendi i dytë? Për 30 pikë luajnë Uraganët. Po pse na la 2 dhe jo të parën ne? Po të parën është e thjeshtë shumë, mos them që se ja fare të parën. Ndajnë pikët e para. Të parën po, me siguri që po. Tashi mua më pëlqejnë gjitha. E thjerë ti për këje. Do kisha marrë fund. Për këje. Nga këta emra. Shiko, janë emra shumë të mirë. Në 2008 kanë marrë pjesë emra shumë të fuqishëm, le temi edhe të njohur në muzikë. Më duket sikur gjithë kanë fituar çmimin e dytë. Po, dhe Shpati mund të ketë fituar në një se ka qenë periudha e artë. A thua vendi i dytë Shpat Kasapi? Jo, unë kam përshtypjen që është... Në dalë të diskutojme që mos shifni. Ne kemi fituar,
keni 30 pikët tuaja. Njët. Për kë jeni? Kush? Njët. Njët, e kujta shok. Një jetë? Kush është një jetë? Juliana Pasha dhe Luiz Eili. Se ka fitu dhe E votojmë. Nuk po, okej, krahi e honës. Një jetë, Juliana Pasha, Luiz Eili? E vendos, po. Ta Jeni vendosëm? dy për atë? A thua të jetë vlerësuar në atë ky duet? Ose Luizi ka shku në Eurovision, për nuk e di ka qenë në i Jo, vit. nuk ka qenë Dhe Jeri ka të Eurovisionin pa çmime, a? Që ka qenë një këngë që u... Do me thonë, e vazhdoj honën e vetë dhe kam përshtypje se kjo ka qenë e dyta. Luizi, jeni atër për Luiz Eilin. Luiz Eili dhe Juliana Pasha me një jetë. A ka qenë vendi i dytë në festival? Si thua ti Cubi? Jo. Gigi? Po ne ja tregume me opsione që thanë vendi. Po çdeshe ti me motor që fole. Është e saktë, është përgjigje e saktë, vendi i dytë. Ka qenë Juliana Pasha dhe Luiz Eili, ndërkohë dëgjojmë pak nga muzika Një jetë. Gjigandi. Bravo na qoftë që i gjetëm dhe vendin e dytë, 30 pikë do të shkojnë edhe për grupin Uragan, ndërkohë, cili ka qenë vendi i parë në këtë festival? Mine. Po pse, është me pika apo pa pikë? Jo, këtë kemi pas pikë shumë e njohur. Kesi Tola, që ishte këngëtarja e cila do ta përfaqësonte në Eurovision me këngën e saj Më merr në ëndër. Në fakt në Eurovision e këndoi në anglisht, kishte një performancë shumë të lezetshme, ja bënte kështu aty ke Eurovision. Dhe ne do ta rikujtojmë pak këngën Më merr në ëndër, Kesi Tola. Shpat Kasapi. Për pak publicitet dhe rikthehemi në pjesën tonë të dytë për t'ja nisur tamam nga gara e vërtet. Jemi rikthyer në Radio Televizion Shqiptar këtu në programin Parafest që ju shoqëron çdo të diel, ndërkohë në studion time për gjithë ju që sapo na jeni bashkuar kemi Sardi Strugaj, Cubi Metkaj dhe Gjiliola Haveriku me emrin e grupit të tyre Barra. Ndërkohë, ju të merrni përpara, mirë tha Sergio Hajdini, Elvira Çepani dhe Giuliano Brisku, të cilët grupin e tyre kanë vendosur ta titullojnë njësoj si kënga e Sergios në festival Uragan. Ndërkohë, jemi gati për të luajtur me tekstet e këngëve. Do të shkojmë tek teksti i parë dhe duhet të gjejmë se cili ka kënduar këto vargje. Do të gjejmë konkretisht këngëtarin e këtyre vargjeve sapo t'i lexojmë dhe ja ku e kemi të parën. Cubi, Gjigji dhe Sardi, nisi me ju. Rrugës ec, e bishti ndredh. Çdo njeri sytja hedh, mua më pruri gjerë të uj, e më la papi. Po, zoti më. Kush i ka kënduar këtë vargje? Këngë ishte kjo? Këngë është kjo, Alban Emiri, Haxhi Dauti, grupi Shok, Armender Xhepagiqi apo Sabri Fejzullau. Kujdes, kjo është një pyetje që vlen 20 pikë. Atëherë, Haxhi Dauti jo njëherë. Okej. Sigurt? Ta kishim dhe njëherë atë... Po, i kemi pa tjetër. Alban Emiri, jo. Pra, rrugës ec e bishti ndredh. Çdo njeri sytja hedh,
Mua më pruri qertë uji e më la papi. E çon deri te burimi edhe si e puj. Kush mund të ketë qenë kaq mirë? Shish kjo vajzë. 20 pikë. Sarti thot Sabri Fezullau. I shoj pak alternativat edhe një herë, lutem. Duket si dora e Sabriut. Do të jetë Pra Alban Emiri, Haxhi Dauti ju tha Çio, grupi Shok, Armane Xhepa Armend Regje Pagiqi apo Sabri Fezullau. Edhe Armendi ka bë këto kalle, tarara. Ka bërë dhe shumë këngë në festival, do e mani më dhe të Uji më ne tekst. papi, duket më shumë Sabriu. Ti mendon Sabri Fezullau? Sabriut edhe Armendin. Grupi Shok, kush është? Ama me ti të Ku dëgjon o shoqe i thot Sardi. Gigi. Mos di dhe një më. Ku ti po kam besim tek Sardi. Tek Sabri Fezullau. Ne këto e kemi konkurrencë apo ka vetëm Sabri? Si? E kemi konkurrencë apo është vetëm pyetja për ta? Jo, do ta keni ju mundësinë për 20 pikë, po ashtu luani për ta gjetur përgjigjen e saktë. Po duhet një përgjigje nga ju? Digjeni njërë. Sabriu. Sabri Fezullau. A është Sabri Fezullau këngëtari këtyre vargjeve? Përgjigja është e gabuar. Ju thash, nuk është Sabriu me ujë me filloi lufta. Sabriu është Shkojmë për me 20 pikë me Sergio, Edvirën dhe Giulianon. Unë jam për grupin Shok, nuk e di pse. Nuk e di pse. Grupi Shok, thot Sergio, Giulio. Po nuk e di pse pra. Ne jemi me Selban Emir dhe grupit Shok. Okej. Se teksti... Po, sepse mendoja nuk ka dialekt. Armendi do ta kishte me dialekt. Armendi do të kishte dialekt veriore. Do kishte me këtë pjesën e... Me pi. Grupi, edhe unë them grupi Shok. Megjithëse dhe Armendi nuk është... Jo, prit. Unë them, që di, unë jam për grupin Shok. Unë jam për Armendin. Armendin? Ja, si nuk... Zide. Armendi. Duket se ju mori argumentin e Lira, se përmendët Armend Regje Pagiqi. Ideja është çik kështu se më duhet një më shumë. Është një çik si në formë që tani do i besoni djeve apo vajzës së grupit? Më jepni një përgjigje? Do të besojmë Edlirës? Okej, të mbaj Armend Regje Pagiqin? Mos u briste. Në fakt, pak më parë Cupi tha diçka, tha, ka patur tha Armend Regje Pagiqi, kalle, është kënga kalle, Armend Regje Pagiqi. E kujtoj pak Armend Regje Pagiqin. Armendi bën shumë gjëra. Grupi Shok ishte, a? Kalle. Rrugët e të bishtin drejt, qdo njeri u sytja hedh, e mua më pruri gjerte, uje m'la papi. Kalle, hey! Më pruri te uji, e m'la papi. 20 pikë shkojnë për uraganët të cilët dhe tani do të luajnë për vargjet e tyre. Uraganët ju morën për para. Jo, morën për para se në të dyja rastet dëgjuan argumentet tona. Po pse flisni? Tani jemi ne parë. Shkojnë tek vargjet e tyre. Po kujdes Cubi se dhe ju mund të avantazhoni në qoftë se ata nuk e gjejnë të saktë. Kujdes, luajnë uraganët. Një det I virgjër plot me zemra. Sa shumë piratin e tundoj, një shishe plot me Johnny Walker, një qast mendimin I atrazoj. Kush që ka kënduar këtë vargje, shojnë pak alternativat së bashku. Ardit Gjebrea, Adelina Ismaili, Çlirim Denaj, Aleksandr Gjoka, apo Dashnor Diko. Në qoftë se ata nuk e gjenë, luani juve, kujdes, grupi Bara, në qoftë se ata nuk e gjenë, për 20 pikë luani ju. Por ndoshta ata e gjenë. Çlirim Denaj, faleminderit për... Kush? Unë jam për falenderove? Jo, për pjesëmarrjen kështu. Çlirim Denaj, është kjo përgjigje? Po jemi kështu, uragan të tre, 20. Se? Nga mënyra e tekstit nuk e dim, duket sikur... Kjo ishte zgjidhja e çunave, unë s'mora pjesë kjo pjesa po jashtë. Okej, jeni të sigurt, pra shkoni me Çlirimin. Në qoftë se ta kishit ju mundësinë, çfarë do të zgjidhni? Çlirimin. Është e saktë përgjigja. Në 97-ën do të këndoj Pirati Zemra nga Çlirimi dhe ja bëjmë shumë pak së bashku.
Në që se ndishme me vëmendje performancën, mua më kanë thënë si informacion, nuk e dia e kam të saktë, por më kanë thënë që tekstin e këngës e kishte të shkruar këtu Sardi me qëra fjallet, Çlirin Denaj, dhe kishte vënë syze dielli Enkas për të mos u kuptuar që në fakt po lexonte tekstin e tij të këngës se nuk e mbante mend. E bëj shpesh. Bëj shaka. Po me tekst përpara dal të po thoja. Rrezik mund dalin në teksti im, jam shumë keq me tekstet, edhe me memorien dhe të them Për që ka kënduar këtë këngë. Bukur, shkojmë ama tek tekstet përsëri, por do të vazhdojmë tekstet. Do të ndjekim një pjesë të këngës dhe ju duhet të gjeni se cilat janë frazat që pasojnë këtë tekst. E nisim me njëherë me grupin Barra, do të luajmë, kujdes, kjo është një lojë që vlen 30 pikë. Me që jemi mirë. 30 pikë. Kështu që jeni të vëmendshëm. Do ta nisim me Irma Libohova, horoskopin dëgjojmë në festivalin e 30 në vitin 1991. Horoskopin dëgjoj, orat e Mbappes, fatin po kërkoj. Ja, kash. Na rrof cubi këtu se ne dy këngëtarë. 30 pikë shkojnë për ju, bravo ju qonë. Ta bani cubi me të mira. Po ne qa këngë kemi dhe? Cubin ta bani me të mira. Shkojnë 30 pikë për grupin Barra dhe ata ecin përpara mirë, por ndoshta edhe grupi Uragan do ta marri përpara këtë histori me këngën e Ardit Xhebreas. Në vitin 1994 ai do të këndonte I thua jo. E ndjekim pak? I thua jo. Të paktën vetëm sonte thua jo. Po ti më bën të trembe. Çfarë ndodh mbasi trembet Ardit Xhebrea? Fal, po s'kam lindur në këtë vit. Nuk e mbaj mend se vazhdojmë. Po unë vetëm këtë frazë, këtë që më nxorë ty mbaj më. Po Po ulëri të çmande, marroje vetëm do të rrehos. Subinish. 15 pikë shkojnë për grupin Barra dhe menjëherë ata I kemi në avantazh, nëse unë nuk jam e gabuar. Më thoni pak rezultatin e pikëve deri në këtë lojë. 75 grupi Barra dhe 70 Uraganët. Janë ku dalin në avantazh grupi Barra. Kako? 5 pikë para. 5 pikë bëj diferencën. Fillojmë shune. 5 pikë bëj diferencën. Dhe e keni në fakt mundësinë që të ecni përpara duke ju ndihmuar pak edhe banda jonë muzikore. Duke na ndihmuar cubi. Do të kalojmë. Nuk e di sa e keni korruptuar, po do të kalojmë tek loja e kompozitorëve. Banda do të më ndihmojë në këtë çast, kujdes, kjo është një lojë që vlen 40 pikë, dhe ka një diferencë të madhe, 40 pikë mund bëni kalime të fuqishme. Tani ikim në shpinë, domethënë. Ndoshta, atë do ta shohim deri në fund se Cubi ti the që s'kisha informacione, po deri tani po na del shumë mirë. Na këndove na mbajtë me kompozitorët e këngëve të njohura në fakt. Do të ndalemi te kënga e parë. Kompozitori I këngës Ti nuk më tradhton, kënduar në festivalin e 94 nga Aleksandr dhe Gjoka dhe Alma Bektashi. E rikujtojmë pak këngën? Po. Ea, deri na do vonë të vazhdoj. Sa gjunjë të na tradhtojnë, të pijemi njëri tjetrin, e po të duan të na sjojnë. Eja, deri na do vonë të vazhdojnë. Sa gjunjë të na tradhtojnë, të pijemi njëri tjetrin, e po të duan të na sjojnë. Bukur, ja ku ndoqëm edhe këtë këngë të performuar dhe në fakt ka marrë vendin e dytë në atë vit në festival. Do ta nisim me grupin Barra dhe shohim pak se cilat janë alternativat për kompozitorin e këngës Ti nuk më tradhton. Ferdinand Deda, Markelian Kapedani, Alfred Kaçinari, Shpëtim Saraçi apo Aleksandr Gjoka vet. Po ju e keni. Atëherë. Asë Shpëtim Saraçi? Ferdinand Dedës dhe Markelian Kapedanit. Në ato vite Markelian Kapedani ka bërë gëgjaje hon. Ka bërë shumë këngë, po qa viti ka qenë dhe jerë? 94, ka dalë në vend të dytë, kujdes. 94, kush ka fituar vendi e parë? 94 ka fituar Mira Konçi, me një kompozim të me Shpëtim Saraçin. Jo, s'ka qenë ajo, ka qenë rime tjetër. Okej. Unë një disë dytë parë dhe...
Okej, midis Ferdinand Dedës dhe Markelian Kapedani, Ah, ndërkohë dhe ju filloni të ndërtoni një ide në... Ne kemi të mbyllur, mbaruam. Shiko, nga stili, kam përshtypjen se është Markelian Kapedani. Markeliani Atë mendoj. mendoj edhe unë. Markeliani Se Markeliani solli një frymë tjetër, një... Ndezim. Ndezim si përgjigje. Ndezim. Jeni të sigurt? Ndeze. Apo ti? Ma që na pyet ka stile kështu se ja dolëm duket. Hajde, më duhet një përgjigje. Markelian Kapedani. Markeliani. Markelian Kapedani dhe përgjigja është e saktë! Shkojnë për grupin Barra, por cila është kënga e radhës. Do t'u thojnë në vitin 1996, kur Adelina Ismaili do të këndonte Zemrën nuk ta fal. Ariola do bëjmë atë tani që do zhvishë me Adoni se performon dhe njëra. Unë e kam bërë kur kam qenë e vogël, e kam filmuar. Të gjithë e kemi bërë. Ti e s'do bërë, rri atë. Unë dhe ke Gili kisha arritur, ju pas të shkuar dhe ke zhveshja. Por radhën e ka grupi Uragan për të na u përgjigjur në lidhje me kompozitorin, pasi të shohim se cilat janë alternativat për Zemrën nuk ta fal. Një këngë që jeton edhe në vitet edhe mesoj do të jetoj edhe gjatë në vitet të tjera. Kompozuar nga Virus, ritmi i Rrugës, Xhevdet Gashi, Florent Boshnjaku apo Armen Rexhepagiqi. E keni një ide ju? Po. Një far ide. Po mos u përgjigjeni. Ka letën e Kemi pa me ndërmendje. Unë mbaj mend shumë mirë këtë. Po? Se kam qenë plot 1 vjeç. Po, dhe jam i bindur që është... Jam 100% i bindur që është. Ritmi Rrugës nuk është herë. Okej. Ashtu fillon. Armend. Ashtu fillon? Jo, ashtu fillon rritë me Mona liminime. gatroni ti. Armenia pak në dyshim për... Florent Boshnjaku nuk është. Po kemi dhe një virus aty se jam në dyshim pak Covidi. Armen. Ose Armendi Ashtu ose vdetem. virus, po virus. Mes Armen Rexhepagiqit dhe Dhe Virusit. virusit jemi. Ju e dini me siguri? Jo. Është një nga këto alternativa? Ai lart. Armend. Okej. Ne themi Armend, Armend të pakishi. Më duhet një përgjigje ama? Nuk e di, ju e dini. Armend, unë jam për Jo, Armend. fritë se mos është virusi, se ky virusi ka pas... A thua të ketë kompozuar Armen Rexhepagiqi diçka për Adelina Ismaili? Është virusi. Grupi këtej po Është vëna. virusi se mbaj mend që e mbaj mend goxhasi kështu, se mbaj mend tani Si e mëri po të ma veçantë, tregosh për fytyrë në atë kohë virusi. Kam një përshtypje se është virusi. Okej. Ku do t'i Por- besoni kësaj here? Do t'i besojmë përsëri. E Virusi. Po si nuk i besuat pak Sergjos, përgjigja është e saktë, virusi është kompozitori i Zemrën nuk ta fal. A ishit për këtë Jo, përgjigje? dhe në bërë. Bëni se e dini që do nga Ishim për atë. Për Covidin. Unë do jem një nënë e rashme, do duke si po gënjej? Po, Për Covidin ishim. 20 pika ma shkojnë për grupin Uragan dhe ne do të udhtojmë në vitin festivalin e 50. Cili është kompozitori i këngës Sus, e keni ju, por vetëm pas pak, i këngës Sus fituese A ta them unë? të Ronan Hishliut. E ndjekim pak performancën e Arsit. E pra. Më leni të se këtë gjë mos më miri di ta bëj tani. Këtë gjë mos më miri di ta bëj tani. Shumë emocionove sa nga lëvizi Bebi Gjiliolët këtu në studio. Bukur, cili është kompozitori i këngës Sus nga performuar nga Ronan Hishliu? Ja ku janë alternativat. I keni e dini kush është? Opsione e Florent dimta. Boshnjaku. Florent Boshnjaku, përgjigje Kjo nuk është e drejtë. Ti je fare.
e Se atyre thjeshtë. jep gjëra thjeshta. 40, po prit më ju s'keni dëgjuar tuaja. Virusi ishte shumë i thjeshtë. Për te teksteve, unë them që Cubi do të shkoj festival. Po jam këtë vit. Je këtë vit. Po nuk e tregoj akoma, po mbas E mba sekrete për pak. Ndoshta është një nga prezantueset e këtij viti. Bukur, 40 pika marrën që duhet të ndorë. Si the një herë të gjitha. Bukur, 40 pika ma i keni fituar, plotësisht të merituara. Ju, grupi Uragani, dashur, do të luani në festivalin e 25 të këngës. Do të shkojmë në këngën e performuar nga Nertila Koka. Nuk ke ndonjë 100 vitet e fundit? Cili është kompozitor? Është këngë shumë e njohur. Para Krishtit, ke ndonjë Cili është kompozitori i këngës Dy gëzime në një ditë performuar nga Nertila Koka. kompozitor që ka bërë edhe këngën O 25 së Gërsheta. Je shumë e qartë. Sa do doja që këtë pyetje ta kishit ju. E di, do doja shumë, sinqerisht. Po jo që se keni, nuk e keni ju. E ka grupi Uragan, të cilët do të luajnë për alternativat Flamur Shehu, Osman Mula, David Tukiçi, Gjergj Leka apo Ferdinand Leda. Dy gëzime në një ditë nga Nertila Koka në Fest 25. Po çfarë viti bie? 89, ndoshta diçka e tillë. Ndoshta edhe pak më përpara. Atëherë me logjik. Gjergj Leka besoj se është tani. Është pak më i Në rritur. shkretat kam qenë as në Shqipëri atë kohë. Këmë përjashtoni Gjergj Lekën e përjashtoni. Po kërse se është relativisht i ri, apo? Po, kishte nisur në atë kohë kompozonte. Po. Ferdinandi nuk është stili Ferdinandit fare. Nuk është stili Ferdinandit, pra ju thoni Gjergj Leka dhe Ferdinand Leda. Osmanit dhe Davidit. Unë jam midis Flamur Shehu dhe Davidit. Je mes Flamur edhe Flamur Shehu në fakt. Unë jam edhe tek edhe David Tukiçi ka bërë këngë shumë të mira. Që kanë ka fituar Julio shumë Vina të rëndësishme. para se të ketë lind. Mua mu duk si ajo Ambeg, Inbeg, një para se të ishte në plan. Ju ka qenë shumë modern pra, jo po ka qenë shumë modern pra ato, prandaj po them. Modern, atëre kush nga këta emra mund të ketë qenë modern atë kohë dhe të Emri më sjellë një modern. kompozim? David. Ai që ka më modern emrin. Kush është? David. David Do isha Tukiçi. përgjigj Leka. Rrgove ti, se se përgjigj. Po e thash të vërtetën. Davidi, unë nga Davidi mbaj mund një, është e vërtet që ka qenë akoma Lobi rrotullaret. lindje, shokët e Po, klasës. dhurat për ditëlindjen e ka fituar David Tukiçi në moshën 13 vjeçare festivalit. Rreth për qarë. Ariola Robesh, festivali i këngës mbi të pranverës. Gjithë Kontinent, jemi për David Tukiçi. për mes kaltërsis, Shqipëria ime. 10 pikë do të shkojnë për grupin Uraganët se kanë performuar në mënyrë spektakolare këngën e David Tukiçit. 10 pikë keni të merituara. Ja dash 10 pikë, se kënduan shumë bukur. Është Por cila është Se për përgjigja? 10 pikë ishte kjo? Jo, Pikë ishte kjo, kam nuk dus. të kënga. Okej. 10 keni bonus pra se kënduat në gotë atmosferë. Po në atmosferë Cubi. Po i bani me zërën e dytë Ariola, të lutem. Dhe 2 pikë për Gjigjin. Shumë bukur, më duhet një përgjigje ama? David Tukiçi. David Tukiçi, është kjo një përgjigje e saktë? Okej, unë mora përgjigjen e tyre, ju për këtë do t'ishit? Unë jam midis Flamurit edhe Gjergjit. Unë jam dhe për Gjergj. Po më shumë jam për Gjergjin, në çfarë viti ishte? 80, ndoshta 85 tani që më. Gjergji sa po ka filluar, vazhdoj me këto argumente. Gjergj sa kisha filluar, sa kisha dalë. Kështu që këtë do jepnit juve. Kujtidi. Ta shumë po mendoj. Gjergj Shehu. Jo, fakt, po nuk e Gjë gjej. po ta gabim, Po kam ta pik gabim, minus. u ishin 40 Kam pika pik ty. minus ata. Jo, si ishen. Gjë Do i heq 2 pikët e që fitoi Gjigji tani. Ne gjetje Gjergj Leka më le. Ti do Lamurin polon, më jepi do mua. thoshit Gjergj Leka. Po se kuptoj pse u lodhët kaq shumë se ishin ata me përgjigjen e saktë. Ishin ose në lodhë. David Tukiçi është edhe kompozitori i kësaj këngë dhe kështu dal nga dal ne kemi ardhur edhe në fund të pjesës së dytë të programit tonë. Rikthehemi vetëm pas pak për pjesën e tretë dhe finale dhe për zbuluar se cilët janë fituesit e kësaj gare.
Mirë se jeni rikthyer në Parafest, jemi duke kaluar shumë bukur, unë të paktën po kënaqem me të ftuarit e mi, të cilët janë përfshirë në lojë dhe duan me patjetër fitoren ose të paktën të gjejnë përgjigjet e sakta. Ja ku jemi me Sardin, Cubin dhe Gjixhin nga grupi Barra, të cilët gëzojnë plot 155 pikë. Ndërkohë, grupi Uragan me Sergjon, Edlirën dhe me Gjulion janë në avantazh me 5 pikë para. Se 5 pikë janë. Se 5 pikë. 5 pikë para. Po 2 pikët. Po 2 pikët e humbët se e dhatë përgjigjen e gabuar. Ajtja marri një këngë. A doni atë 2 pikëshin e Gjixhit? E doni 2 pikëshin e Gjixhit për zërat e Doni një këngë dhe ju dhe fitoni 5 pikë dhe jemi Barras, pastaj e bën fair. Po, e doni. Atëherë mi shtoni pak dhe 2 pikë për Gjixhin këtu, për back vokalin që solli. Arti shtove 10. Si punë e kështu. Vjen shtova ose mësove gjithë atmosferë. Por do të shkojmë në këto qaste tek loja. Do të shkojmë në këto qaste tek loja e radhës, rubrika A e dini se. Do të zbulojmë së bashku informacione dhe kuriozitete në lidhje me personazhet e festivalit, qofshin pjesëmarrës, konkurrent të juris, antar të juris ndjes apo konkurrent të festivalit, dhe dal nga dal do të zbulojmë pastaj se si do të ndryshojë niveli i pikëve. Këto janë pyetjet të cilat vlejnë vetëm 20 pikë. Megjithatë mund të bëjnë diferencë shumë të madhe. Ja nisim me pyetjen e parë. Meqense e kam nisur gjithmonë nga ju. Si thoni, t'ja kaloj? Doni, artisti Aleksandr Gjoka në një moshë fare të vogël ka patur pasion të madh për kërcimin, pra pikturën, gjimnastikën, biologjin apo inxhinierin. Sergjo, Edlira dhe Gjulio. Gjixhi boti. Nis Gjoka, më merr në telefon. Më shkruaj mesazh. Si mendoni, Aleksandr Gjoka ka patur një pasion të madh për Gjimnast, nuk besoj. Pra, përjashtohet gjimnastika, Inxhinierin, nuk e edhe ai vetë beson. nuk e ka menduar ndonjëherë. Moshë e vogël, kështu që dhe inxhinieria përjashtohet. Unë mendoj pikturë. Pikturën? Pikturë. Në sensin e artistit. Okej. Edhe nga kapele që vendos ndonjëherë kështu. Po mund të ketë dhe biologjin, për shumë ku dëgjon tani se. Pra biologjia apo piktura? Po mos po. Nuk e di, unë po kthehem kështu. Po gjimnastik, nuk e kemi parë se shumë... Po e gjetëm ne këtë... Po ju, neve i marrim ne. Jo, pse? Që dërgohet në një mesazh se Jo, s'ka pritse, mundësi. ne joshim gjithë alternativa, qa pikësh do merrni ju? Okej, më duhet ta marr një përgjigje nga ju. Jepni përgjigje njerë. Apo? Keni në ide? Po ne pikturë me që është më Tash me afër. logjik është apo biologjin. Ç'lidhje ka? Atëherë, unë kam pas shef për shembull kimin që s'ka lidhje fare me mua. Po dhe kam pasjet kuzhinë, po. 2-1 me sa shoh jeni. Edlira do i besosh çunave apo çunat do i besojnë Edlirës? Cila bëjmë atë? Nuk e Unë di. them pikturë, me që është më afër. Biologji thamë. Hajde pikturë. Pikturë, 2-1 pikturë, përgjigja është e saktë. Qa gëzimi. U përpoqëm të bëjmë ca kurse. Sa pikë ishin, sa pikë. 20. Kërloj lupa, 25, 23. Shkojnë tek pyetja juaja. Shkojnë tek pyetja e radhës për grupin Barra. Cila artiste rreth 2 vite ka punuar si Ciceron në piramidën e Tiranës? Është thjesht fare. Ariola Sheu. Ja, fatkeqësisht nuk jam unë. As jam as artiste shkreta. Rovena Stefa, Rovena Dilo, Myfarete Laze, Rosela Gjylbeku apo Morena Reka? Rovena Dilo. Për çfarë vitë është Po në cilat vitet bëhet? Rovena Dilo, Gjixhi shumë e sigurt ishe. Do ta mbaj si përgjigje? Jo, po e vendoja, po e ka parë shumë të angazhuar në Instagram, me këtë bashkisë. Okej. Myfarete Laze jo njerë se është në Shkodër, ç'pun ka... Pra përjashtohet Myfarete Laze. Se s'njeh Tiranën dhe aq mirë, okej? Qëndron të Tiranës. Si argument qëndron. Rosela ka punuar tek presidenca, s'ka Edhe Rosela Shkodrave. Morena Reka ka ikur. Okej, ta shohim edhe një herë pyetjen, më thonë Cicerona? Gjiliola, po. Cila artiste rreth 2 vite ka punuar dikur si Ciceron në piramidën e Tiranës? Ka punuar dikur. Dikur, Pse po. ti ta bësh Sardi Përgjigjesh pra bëhet fjalë. Dikur. Po dikur tani. Ai ishte një Do herë. të datë të sakta. Sardi, për kë jeti Sardi? Nuk i ka të siguracionet, nuk e... Dikur. Për Myfarete jam edhe pse. Për Shkodrane? Ose nga Shkodra, piramidën ka pas në mësu, nuk është se. Më thash se ti rritin Gjixhi se fola qartë në fillim? Ah.
Unë jam për Rovena Dilën, hajde. Let's go for Rovena. Rovena. Përgjigja është e saktë. Unë habita kur e the me aq siguri Rovena Dilën bashku e mori vesh. Qiko, unë gatarova, sepse si vazhdim pas e fitova, po gjithsesi unë gatarova. E lidha piramidën me bashkinë nuk e di pse. Po e lidha. Sikuni do lasa. Çdo gjë që të bësh Rovena Dilën ishte artiste e cila ka punuar për rreth 2 vite si Cicerone në piramidën e Tiranës. 20 pikë i keni fituar dhe i keni merituar ashtu siç i merituar. Bravo ju qoftë. Se uakove ti Gigi dhe për pyetjet. Shkojmë pak tek pyetja e radhës në rubrikën a e dini se dhe keni radhën juve. Nuk e dini, jam e bindur, po tani godisni diku. Kryetari jurist në festivalin e parë të këngës në 1962 ishte poeti. I shohim pak alternativat. Në 62. Dionis Bubani, Lazar Siliqi, Fatos Arapi, Frederik Reshpja apo Skënderbeu. Poradeci. Qëlloni diku. Në çfarë viti ishte kjo? Festivali i pari. Ama si se mamete. Po vija gjuma të ditë. E di unë, e gjeta. Si ishe pyetja? E gjeta. Thuaj pra. Ismail Qemali. Jo, mos e thuaj. Jo, do ta tendoni juve pse keni mundsinë që të Pastaj një do alternativë. të ajo që ta marrim ne. Po. Kjo është se ato pyetjet e testit që se di, po e rrethon një alternativë kot se ndoshta qëllon. Ku ti biri ti? Unë jam për... Kryetari jurist. Poeti. Thuaj Sergjo se nuk ka se kam. Jepe, po qëlloj... Hida. Lazar Siliqi mendoj. Po, ore, si qëllogën i ka qëllati, bëma, e sa. Bravo juve, që shansi pas jeni pas. Ashtë dhe. Cili me fat, shkruesh natë me bële tani. E, po, jo, sinqerisht, Po nuk është vetëm fat, më është. Në këtë surprizuat. Gjitha kjo që bëjmë ne thjesht loj se e dinim, po ne kemi ardhur të përgatitur. Ne kemi Sergjon këtu, gjithë këngëtar. Tekst shkrues dhe poet e citonte gjithmonë thënien. Në art nuk mbahet me hatër as vllai yt, jo më tjerët. Agim Shehu, Gjergj Vlashi, Haxhi Rama, Alçi Boshnjaku apo Luan Çavzezi. Ti Gjiliola. Alçi Boshnjaku na të di unë si emër. Haxhiva. Jo, unë njoh gjithë për të njohur. Kujdes, luajnë për 20 pikë. Pra, cili është artisti që thoshte në art nuk mbahet me hatër as vllai yt. Mire ka pas, po se disa funksionon. Ja, shkoj të marrin se kam shumë vap. Shkoj 2 sekonda të marr një... Rëndësishme është mos hapësh telefonin, se po vakit vjen e mesazh. Ashtu. Agim Shehu. Merë një kohën tuaj njerës. Mund të përdorim telefonatën nga shtëpia? Jo, se të lutem. Telefonoj një gjenu, ta them unë. Është Alçi Boshnjaku apo Agim Shehu? Punonte të të shëja? Haxhi Rama. Më them Haxhi Rama. Për kë, okej, më duhet një përgjigje? Po, ja. Po ja të mendojni dhe pak. Jepeni një përgjigje 20 pikë, Len, kjo pyetje. Haxhi Rama pak shpejt. Jo, më thëmë Alçi Boshnjaku. Alçi Boshnjaku është përgjigje e saktë. Çfarë dishte i sigurt se është përgjigje? Thjesht tash atë njoh. Po kur shkojmë edhe tek një pyetje që ka të bëjë me prezantimin dhe unë kam shumë qef, cila këngëtare nuk ka qenë prezantuese në festivalin e këngës? I shohim pak alternativat së bashku. Pyetja shkon për grupin Uragan. Deri të vitet e fundit, ë? Cila gjatë gjithë festivalit, në 61 edicione, cila nga këto emra nuk ka qenë asnjëherë prezantuese në festival? Ledina Çelo, Rosela Gjurbeku, Soni Malaj, Miriam Sani apo Vesa Luma? Edhe Vesa më duket. Ti se di fare, shoqërisë. Kë më përjashtoni? Njerë duat të të Ledina ka qenë. Ledina ka qenë. Okej, ikën Ledina. Edhe Miriami, sikur ka qenë... Po, dhe Miriami më duket. Miriam Sani ka qenë, dhe Soni Malaj, po. Dhe Soni ka qenë, atër luani me Rosela dhe Rosela Duket edhe Vesa më duket ka qenë, më duket. Rosela? Rosela apo Vesa? Më them Rosela nuk ka qenë. Nuk ka qenë Rosela. Mendoj. Okej? Me jepni një përgjigje? I përmbahem me Sergjo. Sergjo godite? Gjulio, je për të njëjtën përgjigje? Po. Rosela Gjulbeku, a ka qenë ajo apo jo prezantuese në festival? Jo. Ka qenë.
Jo, nuk ka qënë, dhe përgjigja është e saktë. Ndërkohë, ja këta emra që ju do të doni në këto qaste, nuk ka qënë prezantues në festivalin e këngës. Cili këngëtar? Shohim pak alternativat së bashku. Këngëtar. E keni thjesht edhe juve. Pirro Çapo, Elmas Skëndera, Gjergj Leka, Turian Bysko apo Ardit Xhebrea? Nuk ka qënë. Nuk ka qënë është për Asnjëherë prezantues. Gjergj Leka, Albani ka qënë, Pirro ka qënë, Turi ka qënë, Ardit ka qënë. Ka qenë Albani? Tani po angoni pse janë shumë thjeshta. Alban Skënderaj me Miriam. Ka, po kanë qenë bashkë, Arditi po. Tani po angoni pse janë shumë thjeshta. Gjergj Leka nuk ka qenë. Është e saktë, Gjergj Leka nuk ka qenë asnjëherë prezantues në festivalin e këngës. Dhe ja ku kemi ardhur në fund të kësaj rubrike, unë dua të di se sa është niveli pikëve për secilin nga grupet. Janë ata, janë ca 217 pikë gëzon grupi Barra dhe grupi Uragan. Si për 3 pikë është diferenca? Ja, nuk quhet, sepse 3 pikë diferenca, por ta këndojnë në këngë që të marrë në të pikë. Iku e o tani, i marrë 2 pikë, që do? Mendoni për çfarë se ka vetë moment. Ale prit se po performancë. Sa mendoni ju na shtojnë ai pikë ne. Leri mos Ardin të bëj performancë. Sytë tu, Nuk quhet mos e janë. Me gjithë dritat që kam parë, me gjithë lumë, liqen e ndlushëm, bëlejnë sytë tu. Fiton grupi Uragan, bravo! Si kaqe, që qaterë fytyra ime. Shket një varkë me gëzime, fluturon një bulbardhun e ti të pandarti deti, unë lungë dhe 10 pikë shkojnë për grupin. Frederiku e ka Po, si se me dua pak më përpara këtë histori. Megjithatë, do të jemi në 50 pikshin e fundit. Kujdes, rezultati mund të përmbyset tërësisht. Më dëgjoni pak me vëmendje. Do të keni mundësi në këto çaste të luani në rubrikën Këndo edhe ti. Do t'ju jap 5 këngë, ju do të zgjidhni një prej tyre dhe të 3 bashkë si konkurrent duhet shkoni ke orkestra dhe të këndoni refrenin. Në fund, është regjia jon nga aty sipër që ju bën armik juve grupit humbës, kushdo qoftë ai, dhe vendos se kush është grupi fitues. Luajnë për 50 pikë, kështu që me këtë rezultat përmbyset automatikisht edhe loja. Shohim pak se cilat janë këngët. E duam jetën ndaj Alinit të jetojmë. Nga ti kujt e zjarë, e njihni. Eja o shoku ynë, lot me ty o djalë Kozma Dushi. Eja o shoku. Ma ke prish gjumin e natës, Sabri Vezullau dhe Lenina Qelo. Pyes lotin Elsa Lila, apo Lemsa nga Vaçe Zela. Duhet të zgjidhni një këngë secili. E keni zgjedhur? Eja o shoku ynë. Eja o shoku ynë Kozma Dushi. Ne duam jetën ndaj Alinit të jetojmë. E duam jetën ndaj Alinit të jetojmë, do t'jetë grupi Barra që do të performojnë të parët, kështu që mund të bashkoheni me Gebin, Klausin, Kevin dhe Samuel dhe të jepni performancën tuaj. Më ndihmon dikush me... Okej. Ja ku e kemi tekstin e këngës. Unë mund t'ju bajt të gjithitën, do të këndoni prapë? Po këto s'panojnë qëpë. Edhe një. Ata në dy këngëtar më. Unë knaqe me juve. Më kohë të unë pyes.
Bravo, e mbaroi këtë lojë Gjigji, por nuk i dihet sepse rezultati mund të përmbyse totalisht nga grupi kundërshtar, nga Uraganët, të cilët do të vinë tani si Uragan për të performuar këngën e Kozmadushit, Lot me ty o djalë ose Eja o shoku ynë, siç e njohim të gjithë. Kështu që Sergio, Edlira dhe Giulio, Gati. Shokun të kemi pritur, hiç keqëri më njanë, ka që i më zitur. Është një vajzë që e dua shumë, po ku ka më bukur, po largohet sa afrohem unë. Që ka vajzë po flutur, se prap në dora ime, se mori zambaku. Kalo se ta di me rakë, ajo ma prishi gjumin, zojë vrate mia. Fuqishme, bravo. Ju ftoj të bashkoheni këtu pranë meje Giulio, Edlira, Sergio, Gjigji, Cubi edhe Sardi. Sepse jemi gati të zbulojmë kështu. Se kush janë fituesit e kësaj gare, jemi në fund të kësaj mbrëmje. Ne bim dakord edhe për barazimin, ëh, kështu që. Jo se ishin katër. E hëngrën, na dalë Ju japim nga vetja, juve pastaj. Regjia, më jep verdiktin final. Kush e fiton garën? Ne. Grupi parë janë fituesit. Bravo, zëna motrës, Sergio tha, nuk vi më kështu, tha, mos në thirrë më. Faleminderit shumë që keni qenë me mua, faleminderit shumë Giulio, faleminderit shumë Edlira, Sergio, dhe shumë suksese Sergio në festivalin e fundvitit, ndërkohë Gjigji faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit se u kënaqëm shumë. Shumë faleminderit, normal, kur fiton njeriu, Cubi faleminderit. Po faleminderit, të lumshin këmbët edhe ty. Sergio dhe Sardi do t'jenë konkurent këtë vit, kështu që përfitoj nga rasti ta uroj edhe Sardin për pjesëmarrjen e tij me boshatisur. Do t'jemi gjithsesi e vesh në netët finale për t'ju dëgjuar, ndërkohë jeni të gjithë të tjerë të ftuar në netët finale për ta parë live. Po, ju që fituat po, ndërkohë edhe humsit, hajde se po e bëjmë zemrën bukur, të rreshtat e parë sigurisht. Ndërkohë ne do ta mbyllim programin me këngën që ka përgatitur banda jon, që është nga grupi Albatros, apo jo? Ne që fituam lekët ku i marim? Teftesat pra. Jo, e dini që keni ardhur në shtëpinë e një Gjirokastrite je këtu. Jam nga Gjirokastra, zemër vetëm me ftesë qameti. Kështu që e mbyllim së bashku me grupin Albatros, të cilët e rikthejmë në kohë. Faleminderit që keni qenë me ne, natën e mirë.